Hej, përshëndetje, mirë se vini në serinë e Krishtlindjeve. Sot do të punoj këtë setin si në foto me frençin e kuq dhe flokborën në mes. Kam vendosur që gjatë këtij muaji çdo ditë do të postoj nga një model festiv të thonjve preson. Këtu kam vendosur një bazë në ngjyrë roz të lehtë dhe më pas kam vazhduar me frençin e kuq, ose ndryshe mund ta quajmë frenç i dy fisht. Pak e vështirë të përqendrohesh, por ja dola. Në të njëjtën mënyrë kam vazhduar me të gjitha thonjt duke bërë frençin dhe më pas i kam vendosur të gjitha veshkëlqyesin pa fshirje. I kam tharë në furrë për 60 sekonda ose maksimumi për 2 minuta. Për të bërë flokborën më duhej ngjyra e bardhë. Me spotin kam bërë pikat e bardha që më ndihmojnë të vizatoj flokborën dhe këtu duhet shumë përqendrim që pikat të dalin sa më drejt. Me një penel të hollë i bashkoj të gjitha pikat që të formohet flokbora. Pasi e përfundojmë, nuk e thajmë direkt në furrë, por do të marrim xixën me efekt sheqeri. Xixat i hedh nga sipër që të ngjiten tek ngjyra dhe pjesën e tepërt e shkundim. E thaj në furrë për 60 sekonda. Në fund kam pastruar xixat e mbetura dhe kështu kam vepruar me të gjitha thonjt e tjerë. Dhe ky është rezultati final i setit të sotëm, një kombinim super elegant, festiv dhe perfekt për atmosferën e Krishtlindjeve. Mua më pëlqyen shumë si dolën, sidomos efekti i sheqerit mbi flokborë që e bën edhe më të veçantë. Faleminderit që qëndruat deri në fund të videos. Mos harroni që kjo është vetëm dita e parë e serisë së Krishtlindjeve, kështu që më ndiqni çdo ditë. Shihemi nesër.